dopat gjitha. Ti e ke gënjua të gocën. Janë gjitha, besoj njerëzit që janë jashtë i kanë pa. Kur erdhëm këtu, dhe u pa klipi, që ishte prek, i thash jemi 1-0. 1-0. Unë që t'jam përkushtu ty, thash, dhe ti thash nuk do guxoje, o ti thash nuk rrit do të pa i bëgë të gjëna se s'bën do gjë tjetër. Ndërkohë, atë natë thash, nëse më do kundërshtare, ke qenë ti. Ja unë, dhe të njëjtën gjë i kam thënë dhe Eglit. Egli, po ta bëj pyetjen edhe ty, nëse më do kundërshtare, ja ku më ke. Egli ka thënë, jo, ne të dyja i sarojmë gjërat veç dhe vazhdojmë atë që ne kemi bashkë. Të njëjtën gjë ka thënë dhe Lupi. Pastaj ndodhi letra që lexoj këtu të Eglit dhe të nesërmen kam bërë këtë gjën. Kjo është lehtësisht e vërtetueshme se unë kam hyrë te vllai i madh. Domethënë, unë pash Livjen me Eglin këtu, Egli ishte mbledh një krusht këtu të cepi dhe më thotë ma s'jam mirë. Dhe shumë se qa ke? Ta piva një ilaç, a i ka shkruar një letër për ishin ande, i dhe shë ndëgjoj Egli. Unë me të gjëra nuk merrem më. Dhe kam hyrë në dhomën e vllait madh dhe kam thënë, ky është një prank që po më bëhet mua. Se njërin ma kishte bërë gjesti atje. Domethënë unë isha e gatshme të prisja çfarë do lloj gjëje, dhe tani nuk i besoja më. Fillova mos i besoj më as njërit as tjetrit. I them Livës, Livja mos u merr se është prank. Jo, më thot Livja mua, ndej këtë ja ka bërë. Si unë me Gjestin, ndodhi kjo situata që e futi veten te lista, se e futi veten te lista e përfshiu, të dëgjoj ty për gjithë flirtimet e shtëpisë, te lista e çunave që kam përdorur në shtëpi. Dhe çudi e madhe sepse pas një dite, direkt pas prajmit, në qa një dite, direkt pas prajmit, Sa më puthi danja këtu. a i filloj të më vinte pra. Jo, unë kam bërë për cigaret, shiko, unë asni djali, po ta them këtë tamam, asni djali në shtëpi, edhe me Aldon që kam letë, për ditë nuk i kam thënë kustu. Unë atit, i thash... Të reshtë e gena. Prit. Se të njofë mirë unë të. Atë ditë, jo, i ke gabim. Të reshtë. Atë ditë i kisha marrë paketën, dhe i them unë, do Që s'prati paketën, këti? dhe i them unë, do paketën, hajde më pustu, po të gjo. Vetë atit, ke parasysh kujt mund t'i shkon të mendja, si cilë ke vogël, nuk i të farë. Do me thënë, nëse e kam bërë me dikoj që as më shkon mendja, as nuk besoja që dikuj do i shkon të mendja. Unë nuk mendoj që ti ke flirtu për një gjë, për çunat, unë mendoj që ti e ke bërë për t'i afru aty te grupi, se për... Unë nuk t'akuzoj, shiko, ti duket e ke kuptu gabim, ha? Jo, edhe njerë. Ti e ke kuptu gabim fjalën flirtim, fjalën flirtim. Do ta mbyll me aq. Po ta them, unë s'ta kam thënë kjo është në të mirën të fjala flirtim. Nuk është që unë them që ti ke flirtu për t'u lidh me këta. Ti i ke bo sytë si Gjigja, ti afrosh do të krevatit gjithë, hajde se këshu shpuna, se të një mjë të... Do të mbyll me aq, me këtë fjali. Ke thënë një ditë, kur unë tash dhe ajertit, sa unë, kur m'akuzojnë, them po, unë e kam bërë, kod, tonë që hajtë, vetëm mos m'lodë. Dhe unë i tash dhe ajertit, po, tash unë i kam përdorë, dhe ti u hodhe direkt, dhe thej një gjë me mund. Qa të përdorësh ti të gjithë? Ta zin me përdor vetën e vetë, përdorësh ti. Dhe është e vërtet. Jo, për ta përdor vetën e vetë, nuk din ta përdorin ata. Po që i afron ti me ato sytë me Gjigja, se si afrova unë këta? Po nuk janë, nuk janë. E di unë që s'janë, e di, por faktit që këtu të kesh 5-6 veta që rinë me ty gjatë gjithë ditës, nuk do të thot pak. Edhe sikur ti tendenca, kupton? Ashtë është tendenca. Edhe sikur, jo, nuk është, nuk ka qenë. Nuk ka qenë asnjëherë, më dëgjoj, kam seriozisht. Jam ndryshe unë, po dua të veproj.